Në mbrëmjen e 7 marsit, në shënim të ditës së mësuesit, Shoqata Kulturore Vizioni M organizoi projektin artistik Fjalët e Qiririt me nëntemën Poezi në pikturë. Ekspozita solli një koncept të veçantë krijues, ku vargu poetik ndërthuret me pikturën në një shkrirje estetike mbi pëlhur. Përmes kësaj forme artistike, arti i fjalës dhe ai i ngjyrës bashkohen në një harmoni që pasqyron të bukurën, vlerën dhe reflektimin që arti përcjell në shoqëri. Abdullah Berisha nga Vizioni M tha se mësuesi është pararendësi kryesor i trashëgimisë së thesarit të dijes në të gjithë njerëzimin dhe se nuk do të kishte kuptim pa ndërmjetësimin e njeriut që është udhëheqës i dijes. Ky projekt i organizuar nga Shoqata Kulturore Vizioni M, që quhet Fjalët e Qiririt, me nën tematik poezi në pikturë, që konceptohet si një shkrirje estetike e vargut në pëlhur, është harmonia primordiale e artit si pjesë përbërëse të bukurës, e të vyeshmes e përsjatjes. Nuk do mend se nuk kemi të prirë për të parë vetëm anën e bukur të formës, apo më mirë thënë, nuk është e kompletuar pamja e jashtme pa nuancat e brendshme të porosive që na e shpalos ky projekt. Berisha gjithashtu theksoi se arti është pjesë e jetës pa të cilën nuk mundet të imagjinohet plotnia e njeriut, kushtoi se ashtu siç ka nevojë për ushqimin e përditshëm dhe ujin për të shuar etjen. Ne këtë projekt e shohim si një mundësi për një dritare me potencial, duke ushqyer edhe më shumë që në të ardhmen qenja jon njeri të ketë hapësirë dhe mundësi që këtë dritë ta shfaq edhe më shumë. Andaj me këmbguljen nxitojmë të përkrahim iniciativa të këtilla, nga të rinjt, nga aktivistët, të cilët artin e shohin jo si profit, por si vlerë, si mesazh, si njohje mes vete. Berisha njoftoi se si vizion mbeten gjithmonë të hapur për iniciativa dhe bashkëpunime të tilla.